Po, tregimi i monopolit është pak, do kisha thënë, tregim i dhimbshëm për Tetovën dhe tetovarët, se ajo që u tentua të prezantohet në opinion publik. Në Tetovë, si rasti i monopolit, kanë qenë disa hapësira publike, siç është rasti i Teteksit, siç është rasti i Shikjellakut, siç është rasti i monopolit, siç është rasti i Interprometit, në fakt, ku këto hapësira publike në bazë të vendimeve të qeverisë për privatizim janë shitur me çmime, do të kisha thënë, simbolike në krahasim me atë që është çmimi i tregut. Pra, unë këtu i kam siguruar gjitha vendimet e privatizimit të këtyre qindra hektarëve tokë në qytetin tonë, ku veç më një pjesë e madhe tyre po transferohen në hapësira për banim kolektiv. Dhe në kuadër të kësaj, kur gjithë ky proces është realizuar përmes privatizimit, një pjesë që nuk është realizuar me privatizim ka mbetur me riformësim të pronës, që është obligim ligjor, gjithashtu në bazë të rregullores të miratuar shumë më herët nga qeveritë paraprake, ku është e përcaktuar që riformësimi i parcelës bëhet me çmime në bazë të kësaj çmimorje. Pra, ka qenë një proces i përcaktuar shumë më herët dhe për të cilin Komuna e Tetovës nuk ka pasur mundësi të veprojë ndryshe. Fatmirësisht u hap më herët edhe debati për Shikjellakun. Aty ku ne kemi pasur mundësi për ta ndalur procesin e uzurpimit të hapësirës publike kemi ndalur. Dhe dini që tek Shikjellaku në momentin e ardhjes tonë e pezulluam planin edhe e kemi rikthi procesin që nga fillimi. Pse? Sepse në dallim nga monopoli, në Shikjellak pjesa dominante e pronës mbetet pronë shtetërore. Nga gjithë mbi dikun 3 hektar atje, mbi 3 hektar tokë, vetëm 6.000 metra janë të privatizuara. Pjesa tjetër është shtetërore dhe veç më kemi nis procesin, o do të ndërtohet park ose do të ndërtohen institucione me interes publik. Tek monopoli ka ngelur vetëm ajo 6.000 metra e cila ka qenë obligim ligjor në bazë të kërkesës dhe iniciativës që të formësohet parcela ashtu siç ka qenë destinimi dhe çmimi në bazë të rregullores. Pra, procesi në këtë rast ka qenë i paracaktuar shumë më herë dhe ne nuk kemi pasur mundësi veprimi ndryshe. Tash unë e kam këtu vendimin e privatizimit, domethënë privatizimi është realizuar në vitin 2014. Komplet, po. Vendimi është 2014. Po, që këtu. Më thonë në 2014. Dhe tash edhe këto është indikative, për mua shumë indikative, që një proces kaq i rëndësishëm i shitjes së pronës shtetërore të realizohet nga një udhëheqës i njësisë rajonale për këtë rast çështje pronësore juridike. Më thonë, në shkrimi këto është i një udhëheci të njësisë rajonale të drejtorisë për çështje pronësore juridike. Më thonë, kuadër të Ministrisë Financave. Më thonë, po fatkeqësisht këto kanë qenë procese të cilat ka nisur shumë, them, më herët, është kuadër të procesit më herët edhe të privatizimit të pronës, edhe të ndarjes së aksioneve për menaxhmentin e gjithë pronave publike. Po them edhe një herë, po të kisha pasur mundësinë më të vogël ta ndalja këtë proces, do ta kisha ndalur ashtu siç e kam ndalur te Shikjellaku, edhe po edhe në disa raste tjera. Një çështje kryesore te monopoli është këshilltarët komunal, pse lejuan që tokën për le të shndrojnë tokë për banim. Në këtë mënyrë është mundësuar që blet ajo me çmim fill. Këshilltarët të vendimit kanë përfitur nga vjeshta e kaluar, se nuk ka vërtet. Jo, kështu. Tash janë dy procese paralele. Fillimisht ka nisur procesi i formësimit të tokës në bazë të destinimit paraprak që ka pasur industri.
Dhe procesi tjetër ka qenë procesi i miratimit të planit për ridestinim të asaj prone. Pra janë dy procese paralele të cilat përsërit po them janë procese që janë e drejtë e çdo qytetari, nuk janë procese që ne mund t'i ndalim. Këtë rast edhe po të mos i zhbë ridestinimi në banim, nuk mund të ndalnim në procesin e parë i cili vetëm është orientuar në bazë të privatizimit ku pjesa dominante e pronës ka qenë vetëm private, në bazë të privatizimit. Pra ridestinimi dhe privatizimi janë dy procese që janë ndarës.